duke i analizuar të gjitha provat, të cilat janë administruar, dhe mbrojtjen e të akuzuarve, si dhe faktin që pas vrasjes së Liridonës, Naim Murseli e ka paraqitur grabitjen dhe e ka hapur rastin si grabitje. Është vërtetuar që Naim Murseli për shkak të raporteve bashkëshortore dhe familjare të prishura, të çrregulluara, për shkak të fitimit financiar dhe në fund të fitimit të dhe nuk di si ta quaj. Vetëm pak, prokurore, kemi mbet këto, thot Naimi ka paraqit, e ka hapur rastin si grabitje, është vërtetuar që Naim Murseli për shkak të raporteve bashkëshortore dhe familjare të çrregulluara, për shkak të përfitimit financiar, dhe përfitimit moral, apo nuk di si ndryshe ta quaj, fitimin të cilin mendon ta fitosh, duke e luajtur viktimën e grabitjes në të cilën e ka parapar që Liridona të jetë dëm kolateral, i akuzuari por Naimi me kujdes e ka planifikuar dhe ka përgatitur dhe ka pjesëmarrë në kryerjen e vrasjes së Liridona Murselit, të cilën në mënyrë fizike e ka kryer i akuzuari i dytë Granit Plava, duke shtënë nga pistoleta të cilën e ka marrë nga Naimi, dhe i akuzuari i tretë Kushtrim Kokalla ka gjetur të akuzuarin e dytë Granit Plava dhe ka kuptuar për armën dhe ka kuptuar për armën se kush është shet dhe atje e ka drejtuar, e ka kuptuar se kush e shet armën dhe atje e ka drejtuar Naim Murselin për ta blerë pistoletën me të cilën është vrarë Liridona. Fakti që i akuzuari i tretë në mënyrë aktive ka marrë pjesë në planifikimin e vrasjes së Liridonës, flet edhe fakti që ka konsideruar që nuk është e nevojshme të sqarohet më tepër kur Naimi flet për vrasjen e Liridonës, si dhe fakti që natën kritike pas vrasjes së Liridonës
Kur ka qenë në dhomën e hoteli Swiss Diamond me Naimin dhe Valon Lukën, dhe e ka thirrur granit plava, ai njëjtë, ai po ashtu nuk ka thënë çfarë rasti ka qenë. Ima ju. Çfarë rasti ka? Nuk i ka thënë se çfarë rasti ka. Nuk i ka thënë që është vrarë Liridona, bashkëshortja e Naimit. Sepse ka konsideruar që nuk ka nevojë t'i tregoj atë që e din. Të gjitha provat e mbledhura dhe të administruara e vërtetojnë dyshimin e bazuar të prokurorisë që të akuzuarit e kanë kryer veprat penale, përveç veprës penale nga paragrafi 5 të dispozitivit të aktakuzës, e i cili paragraf ka të bëj me 5 e dispozitivit të aktakuzës, pika 5 e dispozitivit nga paragrafi 5 i dispozitivit të aktakuzës e që ka të bëj me të akuzuarin e tretë, Kushtrim Kokalla, për veprën penale, mos lajmërimi i veprave penale dhe kryersve të tyre, nga nini 378, paragrafi 1, pika 1.1 dhe në 34 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Prandaj, prokuroria i propozon gjykatës. Ku ka mbet? Ku kemi të ringa? Prandaj, prokuroria në përputhje me nenin 364 të KPPRK-s, prandaj prokuroria i propozon gjykatës që në përputhje me nenin 364 të KPPRK-s të sjell KPPRK-s të sjell aktgjykim dënues të akuzuarit i shpall fajtor për veprat penale me të cilat janë të akuzuar dhe t'i dënoj sipas ligjit. Dhe gjatë përcaktimit të llojit dhe matjes të lartësisë së dënimit, t'i ketë parasysh edhe natyrën dhe mënyrën e kryerjes së veprave penale. Presje, qëndrimin e të akuzuarve pas kryerjes së veprave penale, përpjekjen për manipulim dhe shqetësim të publikut. Do të pajtoheni që këtu në këtë rast nuk kemi kurfar rrethanash lehtësuese, prandaj prokuroria propozon që të tre të akuzuarve t'i u shqiptoj dënimin maksimal të paraparë me për veprën penale vrasje e rënd. Gjithsesi dënimin me burgim të përjetshëm. Faleminderit.